Përshëndetje miq të emisionit Glamour, një takim tjetër ky radhës. Këtë të diel, një tëftuar të cilën ne në bashkëbisedime të shumta me së miq kemi pas dëshirë që ta kemi tëftuar për shumë arsye. Vjen nga bota e televizionit, po me një mision të cilin ajo tashe sa vite punon mbi akademin dhe mbi kampin të cilën ne kemi si synim sot ta promovojmë. Të bëjmë një thirrje, po dhe ndoshta ta trajtojmë në mënyrë filozofike. Pse vjen ky kamp dhe cilët janë qëllimet e kampit për mosha të ndryshme. Vjen promoja për cjellur diskutimin në studio. Hej miqtë e mi të rinj dhe të vjetër, kam një lajm shumë të rëndësishëm. Kampi më i madh veror në Shqipëri me fjetje në vitin e tij të 6 është gati për verën më të bukur ndonjëherë. Këtë vit jemi mes majave të Alpeve në zemër të Valbonës. Regjistrimet për Klea Huta Summer Camp 2025 janë hapur zyrtarisht. Mos harroni, vendet janë të kufizuara. Ky kamp është për të gjithë fëmijët dhe të rinjt nga mosha 9 deri në 17 vjeç. Çfarë do të bëjmë në kamp? Do të luajmë, do të qeshim, do të argëtohemi, do të bëjmë art, do të bëjmë miq të rinj dhe çdo ditë do të jetë një aventurë e re. Nëse do të ndihesh pjesë e një familje me plot dashuri, eja, unë dhe i gjithë kampi do të jemi aty për ty. Me ëndra me jesh, ngarkuar të ty, një dalë në grindje një nërë. Me dashuri e marrë si dhe, që rritet në qiellin pare. Me ëndra me jesh, ngarkuar të ty, një dalë në grindje një nërë. Dhe me mua në studia, ashtu si që kam paralajmëruar, është ajo e cila mban frontin për gjitha organizimet e këtyre lojrave të cilët ndoshta thellë në memorien tonë, dikush nga ne dhe i mban mend të rrëfyera nga gjyshërit, prindërit dhe kështu me radhë. Ndoshta dhe të shijuara pak, ne mosha qemi pak më të mdhaja, ndoshta të shijuara dhe nga ne. Klea Huta me mua në studio. Mirë se erdhe. Mirë se të gjeta, Dielza. Jam emocionuar shumë, tani mu duk sikur isha në kamp. Edhe përmbledhja ishte fantastike, një nga më të bukurat që më kam bërë deri më sot televizion. Jo rastisht je në këtë mision, do kisha thënë, që ke marrë tashe 6 vite me kampin, me fëmijë të cilët shkëputen nga teknologjia, me fëmijë të cilët nuk kanë qasje me ekranin, fëmijë të cilët i shijojnë lojrat pikërisht ashtu siç i kanë të dëgjuara ndoshta nga gjyshërit e tyre. Botën e këtyre fëmijëve e kishe ndërtuar edhe pak më herët, me akademin.
Po, e vërtet. Në akademi një akademi e cila ka përfshirë disa disciplina dhe në të grup mosha të ndryshme, pedagog të cilët kanë qenë kaq shumë afër për të ligjëruar, për ta përcjell dhe praktikën në punë pastaj. Domethënë gjithçka është një zinxhir i lidhur mes punës tënde. Duke marrë një frymëzim shumë të madh edhe për punën tënde në televizion, sepse ke drejtuar disa programe ku kanë të bëjë pikërisht këto moshat e vogla dhe ti këtë gjuhën popullore me fëmijët, me gjuhën e ndjeshme, e ke shumë të lindur, e ke shumë origjinale dhe nuk e ke të ndërtuar me objektivin e kamerës ose vetëm sa për të kaluar një produksion i cili realizohet për momentin. E bëra pak pyetjen e gjatë, Më vjen mirë që në vizove mbi të gjitha. Po. Do mi thuash të gjitha një nga një, sepse unë këtë rast do ta shfrytëzoj që ti mësoj të gjitha. Patjetër. Bashkë me shikuesit. E the shumë bukur që kur e nise që është kthyer në mision edhe unë mendoj që secili prej nesh në këtë planet e ka një mision. Dikush ende mundohet ta gjej, dikush e ka gjetur dhe të tjerë ikin nga kjo botë dhe nuk e gjejnë kurrë. Jam e lumtur që po jetoj misionin tim. Jam e lumtur që në fillim kampi u nisi një mundësi, jo vetëm për t'i argëtuar dhe edukuar nëpërmjet argëtimit fëmijët, dhe për t'i larguar nga teknologjia, por më shumë për kujtimet. Ndërsa sot, përveç kujtimeve, është kthyer në nevojë për t'u larguar nga teknologjia. Domethënë është aq e pranishme në jetën e secilit prej nesh dhe një nga problemet më të mëdha që kanë prindrit për fëmijët. Dhe jam e lumtur që kemi ngritur një strukturë që mundson largimin total, detoksin digital total për 7, 10 apo 2 javë. Klea, kur ndalesh dhe mendon pjesa psikologjike e cila ndikon në këto grup mosha, duhet trajtuar apo dhe duhet konsultuar. Ti këtë e ke bërë ndër vitesh, besoj, se si trajtohet një grup mosh, çfarë duhet futet brenda lojrave të cilët bëhen pikërisht në këtë 2 javor, sepse kështu ka funksionuar brenda 14 ditësh. Këtë vit e keni ngushtuar dhe e keni bërë brenda 7 ditëve tjetë kampi. Ma spjego pak qëllimin dhe rrugtimin e gjithë trajtës, ndoshta do kisha thënë, pikërisht për konsultimin me njerëz adekuat, sepse edhe ekipi yt ka një numër të madh i cili punon pikërisht për këtë kamp. Janë 30 veta staf që punojnë, për cilët unë jam shumë mirënjohëse dhe falenderoj secilin prej tyre, që e merr me shumë seriozitet dhe impenjohen seriozisht për të qenë të trajnuar maksimalisht për t'i ardhur në ndihmë të gjitha nevojave të fëmijëve përgjatë kozgjatjes kampit. Trajnim ky i cili ndodh muaj përpara se kampi të zhvillohet. Patjetër që ne diskutojmë me punonjës social, të cilët na kanë treguar dhe vazhdojnë na tregojnë sepse gjërat janë gjithmonë në evolim, për programin, për mënyrën se si duhet jetë programi, çfarë duhet përmbaj programi, si duhet jetë struktura e një dite. Pra duke patur ato uljet dhe ngritjet për t'i dhënë mundësi fëmijëve që të kenë edhe kohën e pushimit, kenë edhe kohën e lojrave, kenë edhe kohën e reflektimit, kenë edhe kohën e të menduarit, të thënurit ide për jetën sociale, për bashkëjetesën komunitet, si duhet jetë një jetesë e shëndetshme në komunitet. Pastaj politikat tona shumë të forta që janë për bullizmin, cilat ne i trajtojmë me shumë kujdes, edhe është një nga pjesët më të rëndësishme, mendoj sot, paralel me teknologjinë, është bullizmi, temat më të prekshme edhe më plagët e shoqërisë tonë. Jo vetëm për fëmijët, por edhe për triturit. Po ata janë mosha që preken më shumë pasi vetëdijsimi i tyre nuk është aq sa tek një i rritur, që mund edhe ta shmang bullizmin ose t'i bëj blok, kur themi, për të mos se atakuar brenda shpirt, ndërsa tek fëmia është më i brisht, është më i pavetëdijshëm se çfarë shkakton tek ata edhe kush ka ardhur nga bullizmi dhe është rritur, pasojat janë shumë të vështira të largohen, qoftë edhe me terapi, po mendoj psikolog ose psikiatër. Sot, pas 6 vitesh, ky kamp tash është kaq shumë i mishruar me ty dhe ti e ndjen si një foshnjë e rritur, është bebi im i parë, para krizit. Po. Bashkë me akademinë. Ma thuaj pak këtë krahasimin ndër vitesh, sepse ka evoluar kampi me patjetër, çdo vit duke sjell gjëra të reja dhe duke menduar se si ta ndërtoni sa më bukur kampin. Pastaj edhe diskutimet shumëta të cilët janë bërë pikërisht me prindërit se çfarë do të kishin mundur fëmijët e tyre të pranojnë dhe çfarë mos pranojnë, se kemi edhe diskutimet të tilla mes fëmijëve dhe prindërve. Ti këto të gjitha i ke bërë në analizë shumë të bukur për t'i ndërtuar vit pas viti.
Përgjithsisht, formula është e njëjtë, janë futur detaja të reja. Për shembull, vitin e parë ne kemi patur 10 ditë kamp. Ishte e paperceptueshme për prindrit shqiptar, në të gjitha trojet shqiptare, që të çonin fëmijën larg familjes në një kamp 10 ditor me fjetje. Tek njerëz që e kishin për më tepër eksperiencën e parë, vitin e parë. Edhe unë kam qenë atëre krenare që prindrit, duke patur kredibilitetin e emrit tim në ekran, më besuan dritën e syve të tyre. Dhe unë vetëm pasi u bëra prind vet një vit më vonë, e kuptova se çfarë besimi duhet kishte dikush për t'i besuar fëmijën. Që ti dorëzosh fëmijën, po. Edhe kur them që kjo punë është më tepër se punë, më tepër se biznes, edhe më tepër se të ardhura, përfitime, është punë shpirti. Dhe më thënë me fëmijët, nëse ti nuk e ndjen, nëse ti nuk e bën me shpirt edhe me pasion këtë gjë, ta jetosh bashkë me ta, jo vetëm kur je me ta, po dhe para kur mendon programin, kur mendon se si do knaqet, kur ja mendon atë qefin që do ulërasi nga lumturia, kur të bëj një lojë të caktuar, mos ju fut dhe mos e bëj. Lidhesh emocionalisht me ta? Tepër. Dhe ata me ty? Tepër, shumë. Gjatë vitit komunikoni, besoj? Gjatë vitit mundohemi të jemi në kontakt, por e vështirë është sepse një pjesë e madhe e fëmijëve janë nga diaspora, janë nga Maqedonia, nga Kosova, edhe për të mbledhur gjithë bashkë, se her pas here ne kemi dëshirë të mblidhemi për të kujtuar edhe ato momentet e bukura të kampit, po edhe për të mos humbur lidhjet. Bëhemi grupet vogla, aq sa munden. Dëshira ekziston si nga ana jonë, si nga ana tyre. Po ata kanë grupet e tyre të WhatsAppit, numrat që i shpërndajnë në fund kampit. Sa bukur. Po, bukur, edhe i mbajnë lidhjet ende, dhe lumturohem shumë për shembull kur fëmijët e vitit të parë, që kanë ardhur edhe vitet e tjera, tashmë pas 6 vitesh janë bërë çuna dhe goca të rritur, edhe kanë shoqëri të ngushtë me njëri tjetrin. Kampi është ndërkombëtar, sepse në të vinë fëmijë edhe nga Italia, edhe nga Maqedonia, edhe nga Kosova, apo jo? Po, nga gjitha trojet shqipfolse. Nuk ta përfundova pjesën e programit se si ka ndryshuar ndër vite. Për shembull, ne kishim ditën e fundit, vinin prindrit për patur një shfaqje, fëmijët përgjatë kampit i zbulohen dhe talente, sepse një nga pikat kyçe që kemi përveç argëtimit edhe edukimit, kemi edhe zbulimin e talenteve. Ardhur kjo nga unë vetë, që kemi ato strukturat tona për t'i zbuluar talentet e fshehta nëse kanë, apo dhe për t'ja dhënë mundësinë që ta shfaqin fëmijët e ndrojtur që e kanë talentin që e dinë që e kanë. Regjizorja e kampit, Elona Iseni, që është edhe ka qenë dhe zysha ime kur unë isha e vogël në një kurs artistik, është edhe zysh aktrimit tek akademia, është dhe regjizore e kampit artistike. Bashkë me Elona dhe bashkë me stafin tjetër, ne i zbulojmë fëmijëve talentet dhe në fund bëjmë një shfaqje. Dhe prindrit ftohen që të shohin fëmijët e tyre teksa performojnë në skenë. Ky është takimi i parë me prindërit pas një jave në këtë shfaqje? Pas 10 ditësh. Pas 10 ditësh, po. Vitin e parë ka qenë kështu, vitin e dytë ka qenë kampi 2 javë, edhe ne midis bëm një takim me prindrit. Diku tek dita e 7 apo e 8. Malli ishte jashtëzakonshëm. Prindrit me zi prisnin, fëmijët me zi prisnin, telefonin atë kohë ju lejoj fëmijëve vetëm 1 orë në ditë. Pra e kishin në kohë të kufizuar, nuk e kisha ende eliminuar totalisht. Dhe kur erdhën prindrit do bëj takimi që ka qenë një ditë e mrekullueshme, e shumë emocionuar, ditë emocionuese. Kur ikën prindrit, fëmijët donin t'iknin me prindrit. Pra gjithë ajo punë që ne kishim bërë, pavarësia që ata fituan për 7 ditë. Dëshira që kishin aq e madhe për të qëndruar në kamp, jo se nuk donin të qëndronin më në kamp, por donin të ishin me prindin. Nuk e përballuan dot shkëputjen? Pjesa më e madhe, po ishte një pjesë e vogël fëmijësh që kishin lidhjen aq të fortë me prindrit e tyre sa momentin që prindrit po largoheshin, donin të iknin bashkë me ta. Okej, kjo ndodhi vitin e parë, ne bëm punën tonë, punonjësit social, sigurisht, psikologët, me prindrit, me fëmijët, do me thënë, ne dhe prindi bashkëpunonin që fëmijat qëndronte, se qëllimi është ta çojë eksperiencën deri në fund. Shumë pak raste pati që fëmia iku me prindin edhe në mbrëmje është kthyer prapë në kamp. Se donte të flinte aty në çadër edhe në shtëpiza me fëmijët e tjerë, me shokët që kishte krijuar në kamp. Vitin e 3 po ashtu e bëra një tjetër takim me prindër, edhe vetë prindrit dhe vetë stafi më thoshin që iqe ndërmjet kampit mos e bëj, sepse ne po na shkonte, do me thënë puna na hidhej poshtë, momenti që prindi vinte dhe fëmia donte të shkonte në shtëpi.
Edhe thash, okay, mua më vinte keq që mos ta shikonin prindin për aq gjatë. Se duke menduar dhe duke vënë vendin si fëmijë, domethënë ta mendoj si ata. Po. Pastaj thash, okay, për sa kohë ata rrinë 7 ditë, nuk është e pamundur për të qëndruar. Ta provojmë trim 2 javë pa prindin dhe prindi di vetëm ditën e fundit, edhe doli një sukses i vërtet. Klea, ka net që nuk zëgjumi gjatë kohës kampit? O, çdo natë, çdo natë. Nga meraku fundit që fle. Se si do të filloj dhe si do të mbaroj dita, po sepse numri i gjithë atyre të cilët janë pjesëmarrës është i madh apo jo? Nga vitin vit ndryshon në bazë kapacitetit dhe vendit ku ne zhvillojmë kampin. Këtë vit për shembull është shumë i kufizuar, për çdo javë janë 60 pjesëmarrës vetëm. Po çdo natë un jam e fundit që fle e fundit. Dhe para që zgjohesh. Po, patjetër. E besoj, po. Jam atje me ta 24 orë. Kemi folur pak për vitet të cilat është ndërtuar kampi, do të ndalem tani për këtë vit. Është Valbona, destinacioni juaj të cilën e keni zgjedhur. Jashtëzakonisht shumë kam pëlqyer videot të cilat i ke lansuar në Vërtet, faleminderit. Po, video kaq shumë të bukura, të kapshme, të lezetshme, ti je aq origjinale dhe më pëlqen fare në fillim e kam thënë që je kaq popullore dhe je afërt me publikun tënd, edhe në rrjetet e tua sociale, po dhe në paraqitjet e tua televizive. Dhe kjo të ka bërë ndoshta të fitosh dhe besimin e prindërve, ë? Me siguri. Sepse unë kam shumë merak fëmijët e mi ti dorëzoj diku, kështu që si unë jam edhe shumë prind. Mendoj që është energjia, Diellza unë besoj shumë energji edhe është vetëm një gjë që nuk manipulohet. Në të njëjtën besoj dhe unë. Edhe kur e ndjen atë nuk ka më dyshim. Po. Ma thuaj këtë vit. Si e menduat, sepse unë e di që edhe e besoj që me mbarimin e një vitit, me njëherë fillojnë përgatitet për vitin tjetër, edhe kjo që do të ndodhë këtë vit është një kohë... Unë dhe tani po mendoj për vitin tjetër, që do bëj. Çfarë do të ndodhë këtë vit? Ma thuaj, ka ndryshime, sepse shtohen grup mosha, shtohen dhe programe, po. E kisha vendosur që deri vitin e 5 do ishim në Tiranë, pastaj do doja që të shpërndaheshim në Shqipëri. Kryesisht nuk e dija se ku doja të shkoja, por kur e pash të vënd në Instagram, më bëri klik me njëherë. Është ajo puna e energjisë që ne folëm pak më parë. Edhe thash, okay, kampi do jetë këtu, mali është aty është një loginë e mrekullueshme tek aty ku ne do kemi bazën e kampit, malet që vinë dhe ngrihen anash, lumi për bri, shtigjet mrekullueshme super të bukura me një natyrë që ti vetëm kur e shikon, qetësohesh, edhe jo më të bësh aktivitet, edhe një program të mirë detajuar edhe të mirë programuar. Dhe thash, okay, Valbona do jetë destinacioni. Është larg, por e dija që ata prindër që vërtet do ta vlerësojnë zgjedhjen që unë kam bërë për vendin ku dua të zhvillohet kampi, do ta kuptojnë dhe do t'i sjellin fëmijët e tyre, edhe kështu qelloi. Edhe kështu ndodhi në fakt. Prindrit të gjithë nuk mbaj mend të ketë patur deri tani një person që të ketë thënë larg. Të gjithë kanë thënë Valbona, qershia mbi tort. Po. Sepse është natyra e tillë që të gjithë e dinë benefitet që ne kemi nga bjeshkët edhe nga ajo natyrë e egër që të fal vetëm jetë, edhe të mbush me shpirtin e ajër. Ti e ke testuar paraprakisht. Patjetër. Është kjo cila grup moshe cila do të qëndrojë para në kamp? Kampistët e parë që do të zbarkojnë në Valbon janë mosha 9 deri në 14 vjeç. Janë 2 javët e para të korrikut, çdo fëmijë mund të bëjë 1 javë kamp, mund të bëjë edhe 2 javë kamp, por programi është i njëjtë për grup moshën. Pastaj javën e tretë korrikut është mosha 15 deri në 17 vjeç, adoleshentët. Edhe kjo ndarje ishte absolutisht shumë e rëndësishme për të bërë. Si janë adoleshentët, Klea? Unë kam marrëdhënie shumë mirë me adoleshentët, i kuptoj. Do të thënë, unë mendoj si ata. Vendosem në vendin e tyre, e di për çfarë vuajnë, e di për çfarë mendojnë. Jeton bashkë me ta për këtë javë? Me ta për javën pa diskutim, po unë i kam edhe në akademi adoleshentë, shumë adoleshentë madje. Edhe marrëdhënien e kam shumë të mirë sepse i kuptoj. Adoleshenti ka nevojë të ndihet i dëgjuar, ka nevojë të ndihet i kuptuar, ka nevojë që ta di që ti aty për të dhe jo ti bëhesh ta shtysh në kuptimin figurativ. Dëshirën e tij, mendimin e tij, ai do të ndihet i rëndësishëm, do të ndihet që është i rritur. Është një para pre-adult, që thon, para adult, para i rritur. Edhe do ta ndjej atë rëndësinë që ka tek të tjerët, unë ja jap në kuptimin jo të pashëndetshëm, të shëndetshëm duke i kuptuar, edhe duke folur pafund me ta. Unë te akademia ne një herë në muaj bëjmë takimet me fëmijët,
ku flasim tema të ndryshme. Edhe ata mezi e presin, e kanë me shumë dëshirë këtë ditë. Unë mendoj që te akademia e kem pak më lehtë për ta organizuar se sa te kampi. Kampi është diçka shumë unë nga largë shoh kështu, është pak më delikate për ta përmbledhur të gjithën, për ta organizuar dhe pastaj për ta trajtuar si javë e cila vjen me shumë aktivitete apo jo. Unë ndonjëherë as vetë nuk e di se si e bëjmë atë organizim. Kur madje edhe kur po shikoja videot që ti nxore pak më parë, e shikoj dhe them, ne i bëjmë këto? Aq shumë përfshihemi aty për ta bërë çdo gjë në detaje, edhe për të qenë çdo gjë e sigurt për prindin që do sjellë fëmijën e vet, sa nuk e mendojmë që ne e bëjmë gjithë të gjën. Thjesht buron, ajo logjistika, ajo organizimi. Po. Unë mendoj që të ka ndihmuar shumë edhe pjesa e trajnimit të cilën ti e ke bërë për fushën e meditimit dhe këtyre energjive. Kjo është tani vonë, domethënë 2 vitet e fundit. Po. Por që ka filluar zhvillimin, patjetër. Menaxhimin, po flet nga ana e stresit, Okej, po patjetër. Patjetër, është një ndër investimet më të mira që unë kam bërë në vetëm. Edhe do doja shumë që ta bënin të gjithë njerëzit, por ajo është me thirrje të brendshme. Me thirrje të brendshme, po. Çdo njeri do ketë kohën e vet për ta patur. Më ka ndihmuar patjetër. E vështirë është kampi në organizim, Djelza, por nuk e di, ku futet pasioni nuk ka vështirësi. E jeton atë gjë. Vetëm kur përfundon, pastaj e kupton që okej, mbaroi. Nuk e dija që isha lodh kaq shumë. Po kënaqësia është shumë e madhe se sa lodhja. Ti ishte lodhja më e madhe se kënaqësia, nuk do e kishim bërë më. E kuptoj, po. Por ti ke dhënë edhe një sfidë vetes këtë vit, sepse një grup poshtë madhore do të jetë pjesë e kampit. Po. Prej vitesh kemi patur kërkesë kamp për ne të rriturit. Thoja, si do ta bëjmë këtë kampin për të rritur? Nuk e kisha në fokus fare, unë doja vetëm kamp për fëmijët, doja të fokusohesha vetëm tek fëmijët sepse aty më buron ajo në mënyrë shumë natyrshme. Pastaj kur fillova këtë pjesën e zhvillimit personal, do bëjnë shfaqje edhe këta të rriturit? Po ku i dihet, talente ka edhe tek rriturit. Ka talente. Po, edhe talentet mund zbulohen edhe në një moshë pak më madhore, nuk do të thotë që të zbulohen vetëm. Absolutisht, tek akademia për shembull, se po e bëj lidhjen saktë andej ping-pong, por te akademia që është për fëmijë dhe të rinj, ka të rritur që kanë pasione të hershme që nuk i kanë bërë në fëmijëri, edhe po i zhvillojnë tani. Kampi adultëve. Doja të bëja një gjë ndryshe. Pra jo një retreat të çfarëdoshëm, që mund të çfarëdoshëm, kur them të çfarëdoshëm, retreat e ka kudo. Mentorime ka kudo gjithashtu, jo vetëm Shqipëri, po nëpër botë, dhe sot rrugët janë aq të hapura se secili prej nesh mund të shkojë kudo. Por unë doja të bëja një ndërthurje të fëmijës brendshëm të një të rrituri edhe të rritur, që nënkupton lojrat, argëtimin, edhe reflektimin, zhvillimin personal, të vinë, të shkëputen, të rilidhen dhe të transformohen te kampi. Kampi nuk do t'i ndryshoj jetën, se ne nuk jemi magjibërës, magjibërës. Por, mendoj që një reflektim jetësor, se cili prej tyre do ta përftoj. Me ne do jetë mjeshtri i meditimit edhe i heshtjes, Sheikh Husseini, që është mentori im, edhe një nga personat që më ka ndryshuar mua pikpamjen për jetën, me trajnimet e 3 ditë heshtje dhe 7 ditë heshtje që unë kam bërë. Dhe do jetë një vlerë e shtuar për të gjithë pjesëmarrësit që do të jenë kamp. Sheki do të ketë pjesën e programit të tij me meditimet, me jogën, me teknikat e vetmbrojtjes për gosat edhe për djemt, për gratë edhe për burrat, sepse moshat janë nga 25 deri në 45 janë regjistruar deri tani në kamp. Unë mendoj, Djelza, që një dhuratë për veten, një javë në Valbon, e meriton kushdo. E meriton kushdo. Është një javë ditë në Shqipëri, në një natyrë që shumë mund të kenë vajtur, shumë nuk kanë vajtur asnjëherë, por jam e bindur që pasi të përfundoj kampi, të gjithë ne, përfshirë dhe mua, që do jem aty me ta për të përjetuar çdo moment edhe çdo argëtim, do e duam veten më shumë. Dikush për herë të parë, dikush për herë të 100. Çfarë do të ndodh brenda kësaj jave me këtë grup mosh, me
me më të mdhejt e kampit, do kisha thënë, Po, me më më të të rriturit. mdhejt, po. Me Peter Panet e vegjël. Po, Unë falenderoj njerë fillimisht të gjitha ata që janë regjistruar edhe që mezi po e presin na shkruajnë çdo ditë për javën e fundit të korrikut, sepse atëherë do të zhvillohet kampi adultëve. Do të ketë programi është nga punonjës social që janë marrë me programe 12 vjeçare në organizata botërore edhe vendase në programe dhe kurrikula për fëmijë dhe të rritur. Programi është i detajuar dhe i strukturuar nga ne i gjithi duke përfshirë lojrat, sfidat, të rriturit do ndajnë në grupe, edhe do të garojnë me njëri tjetrin, për të rikujtuar dhe një herë atë pjesën e fëmijërisë, ato lojrat popullore që ne i pam, lojrat e ujit, por jo vetëm ato, të rriturit do të kenë mundësinë që të bëjnë art terapi, me poçeri, me painting, po painting që nuk ka nevojë të dish të pikturosh, mjafton që ti të hedhësh në atë telajo ndjesinë tënde dhe të natyrës që po shikon. Të gjitha këto do kenë teknikat e veta të çdo pjesë e programit ka teknikën se si ne do ta bëjmë të rriturin që ta përjetojë maksimalisht çdo aktivitet që do zhvillohet në kamp. Ne do gatuajmë kushte primitive. Do rikthehemi edhe një herë te jetesa e thjeshtë. O sa bukur. Do ndajemi në grupe, secili do bëj një ëmbëlsirë, tjetri do bëj bukën, tjetri do bëj gjellën, njëri supën. E do ndajemi në kamp edhe do shijojmë edhe një herë atë bashkëtesën e shëndetshme, ku të gjithë jemi të barabartë, ku të gjithë jemi njësoj, edhe duke dashur thelbin, jetën dhe shpirtin. Pastaj do jenë teknikat e mbijetesës edhe të vetëmbrojtjes që të thash, hiking në natyrë, orientimi në teknologji, pa teknologji në natyrë, me guid profesionale. Aj shumë ka aktivitete, sa tani nuk më kujtojnë të gjitha. Të shkëputur totalisht prej lidhjeve telefonike, prej internetit. Tek të rriturit, po? Ke lejuar ndryshe një nga kohë caktuar? fëmija, Po? se për fëmijën përgjigjemi ne dhe flasim ne me prindin, Po. dërsa i rrituri ka dhe fëmijë, ka dhe familje, e natyrisht duhet flasim me fëmijën e vet, do ketë një kohë të caktuar në darkë. Gjatë ditës, e mira është, ne nuk e kufizojmë dot deri në këtë pikë, po e mira është që të fokusohet 100% tek vetja. Do me thënë, çdo ditë është për këdo, çdo ditë është për punën, çdo ditë është për familjen, çdo ditë njeriu është për fëmijët, çdo ditë për të vrapuar, për suksesin, për parat, për të ardhurat, për famën, për etj, edhe për gjëra që nesër harrohen, vrapojmë dhe pas atyre, po për veten për t'i kthyer syt nga vetja, 7 ditë nuk janë asgjë. Po. Bukur. Dua të ndalem pak tek Valbona, sepse bashkë me Shekin, edhe Valbona do të cilin besoj një magji në anën psikologjike. Një ndërtim ose një, si ta formuloj pak më mirë, sepse ti këtë gjuhë e një më mirë, sepse e ke bërë trajnimin vetë, por që do t'i ndihmoj pikrisht në ndërtimin e anës psikologjike për këtë qetësinë e cila na mungon gjithë neve, apo jo? Për shembull, Djelza, ti do e mendoje të vijen te kampi 7 ditë? Jo. Pse? Nuk jam përgatitur. Nuk jam përgatitur. Emocionalisht po mendon? Emocionalisht. Për të hequr dorë nga çfarë? Nga puna, nga familja? Nga fëmijët. Por për shembull, nuk e mendon ndonjëherë që, okay, unë kam gjithë punën, kam të ardhurat, kam familjen, por mendoj që ka ardhur koha që 7 ditë unë t'ja kushtoj vetes time. Qetësisë time. Unë ja them këtë çdo ditë vetes time. Po nuk e marr guximin. Ky është problemi. Te guximi për ta bërë hapin. Guximi është ajo që na pengon neve për ta marrë hapin dhe kjo është e vërteta. Është një lloj frike që ne nuk e kuptojmë se nga na vjen, për të dalë nga zona e komfortit. Është edhe kjo, vjen me kohën e vet, patjetër. Ata të rritur që do vinë aty që e kanë marrë hapin e parë për ta luftuar, po themi, frikën dhe e kanë marrë guximin, jam e bindur që do jenë të hapur për të ndryshuar shumë pjesë të tjera tek vetja e tyre. Ato do të kenë mundësinë që përveç se do marrin meditimin nga Sheki apo jogën, do kenë mundësi të flasin me të, pra të kenë ato seancat e tyre në atë kohën e pushimit. Edhe të reflektimit që do kenë për veten, networkun që do lidhin me njerëz me interesat përbashkëta, do ta kenë dhe mundësinë që të kenë biseda tet-a-tet me vetë Shekin
për çdo problem që ata mund të kenë. Nuk do zgjidhen të gjitha problemet në kamp, por e rëndësishme është që ose të niset një rrugë ose të evidentohen. Edhe mbi të gjitha për t'i thënë të rriturve që mos harro të gëzosh jetën. Luaj me gjithçka, sepse jeta në fund ditës është një lojë. Një lojë shumë e bukur, ne të gjithë jemi aktorë, ne të gjithë luajmë role të ndryshme. Ne luajmë rolin e gruas në biznes, rolin e gruas televizion, rolin e nënës, të vajzës, të shoqes. Edhe kush fiton, ai që nuk e merr seriozisht jetën. Në kuptimin jo seriozisht edhe se nuk duat keq kuptohem, po ta luajmë jetën. Ta luajmë jetën. Vjen vetëm një herë. Edhe duhet ta jetoj maksimalisht, mos mendoj më se çfarë mendojnë tjerët. Mos mendojnë tjerët që unë do shkoj në një kamp veror dhe do më thonë që jam e çmendur, po pastaj jam e çmendur, okay, po dua të jem e çmendur, sepse kjo është mënyra se si unë e shijoj jetën time. Edhe unë dua ta jetoj jetën time në çmenduri. Kjo është e drejta ime. Po, numri është mbyllur, Klea? Ende ka edhe shumë pak vende të lira. Po. Edhe unë i ftoj të gjithë për të gjitha grup moshat. Për të gjitha grup moshat. Për të gjitha grup moshat. Po. Jemi shumë afër fundit regjistrimeve, kështu që kush e ndjen që i përket këtyre lloj aktivitetesh edhe kësaj lloj eksperience, është i mirëpritur të vi edhe të shijoj bashkë me ne të gjithë një javë e cila do të krijojë kujtime që nuk harrohen kurrë, në mendje, në zemër dhe në shpirt. Bukur e the, Klea, por ma thuaj pak të udhëtimin të cilën ti e ke bërë kësaj radhe mes Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë dhe duke... Hera parë që e bëj. Po, dhe duke prekur pikërisht mediat, duke u stacionuar aty, duke u ndalur, duke u dhënë një mundësi që të kuptojnë edhe nëpërmjet mediave çfarë ndodh në Valbon këtë vit. E kishe menduar kështu apo erdhi krejt natyrshëm? Me thënë të drejtën... Sepse për të ndalur dhe për ta menduar mirë, jo që të duhet ndoshta kjo prezenca mediatike, sepse ti ke një numër shumë të madh të ndjekësve në rrjetet tua sociale, aty i ndan të gjitha informacionet, po kur je në media, sikur i respekton edhe ata të cilët gjithmonë të kanë ndjekur në formën tënde profesionale, cilën ti e ke bërë. Dhe shfrytëzoj rastin që të përshëndes nga thellësia e zemrës të gjithë ndjekësit e mi nga Maqedonia dhe nga Kosova. Më duan shumë, i dua shumë, mikpritja që unë marrë në Kosovë dhe Maqedoni, do ta them kryesisht në Tetov. Ti s'ke pa gjë ende në Shkup. Do ta shoh. Do të marrim ne për Shkup. Do ta shoh, nuk kam dalë shumë në Shkup. Misinë edhe bazën e misisë e kam në Tetov. Po ke zgjedhur njerëzit më të mirë. Por në Instagramin tim më shkruajnë nga Maqedonia, të gjithë shqipfolësit edhe nga Kosova, edhe mikpritja që më kanë bërë në këtë tur, le të themi, jam ndjerë shumë e dashur prej tyre. Unë besoj që në një rast të dytë, shumë do kisha dashur të të vizitoj në akademi. Me shumë kënaqësi. Po, sepse ti ke një pjesë tonën atje, ke edhe Venerën, ë? Po. Kështu që shumë do kisha dashur të të vizitoj aty, të marrë opinionin edhe të gjithë atyre të cilët janë pjesë e pandashme e akademisë, po dhe të fëmijëve të cilët e kalojnë ndoshta si një periudhë shumë të rëndësishme të jetës tyre. Jo domosdoshmërisht bëhen gjithë aktorë ose gjithë pianiste, violiniste, çka ke tjetër aty, ke shumë disiplina, apo jo? Aktrim, piano, kitar, këngë, kërcim. Pastaj kemi dhe fotografin, kemi dhe kurse profesionale, graphic design, etj. Po, shumë bukur. Të falenderoj shumë për ardhjen tënde në studio. Mund të mirë pres në Tiranë? Po, me patjetër, ta jap fjalën, do të vi, sepse unë kam një vajzë shumë talentuar për art, edhe ajo të ka përcjell në rrjetet sociale, po dhe i pëlqen shumë mënyra. Këtë vit nuk ishim gati për të qenë pjesë e kampit, po për vitin tjetër. Po thash s'po e pyes. Por vitin tjetër, po përgatitemi. Okej. Po, shumë sukses tek Kur jeni ju gati, unë ju mirë pres. Për ty dhe për gjithë ekipin tëmë. Faleminderit shumë, na duhet. Po. Faleminderit. Unë besoj që ky emision do të prek deri te gjithë ata të cilët kanë pas pikpyetje për të qenë apo jo në kamp. Do isha shumë e lumtur, nëse përçohet, paktën të përçohet ajo që ne bëjmë. Këtë thirrje për këtë punë e bëjmë. Edhe një herë faleminderit për ardhjen tënde. Faleminderit shumë.
Miq, kemi qenë bashkë me Klea Hutën, kemi biseduar pikërisht për kampin, pak kemi prekur akademinë, nëse do kishim ngelur për një kohë edhe më gjatë, ne kemi shumë për të folë për punën të cilën e bën Klea, në pjesën e televizionit ka dhënë shumë me prezentimin e spektakleve të ndryshme, emisioneve të ndryshme, por në një rast tjetër, sepse është shpesh në Maqoni, kështu që do lëm një takim tjetër për ta bërë bashkë. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.